إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet e una ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan", që do të thotë, thuaju robëve të mi të flasin atë që është më e mira. Duke u nis nga ky ajet kuranor dhe nga ajo që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka krijuar njeriu në formën më të bukur, e ka dalluar njeriu prej gjitha krijesave. Tek njeriu Allahu subhanahu wa ta'ala ja krijoi gjuhën e tij, ja krijoi mënyrën e të shprehurit dhe mënyrën e të folurit. Pra ja mesai se si të flasaj. Prandaj pa dyshim se gjuha tek njeriu është një prej mirësive të mëdha. Dhe për çdo mirësi, vëllezër të nderuar, që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhuruar njeriu patjetër për të duhet ta ruan atë dhe duhet ta mbron atë dhe të gjithë këtë si shaj falënderimi dhe lavdërimi dhe madhrimi ndaj krijuesit të tij, ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "La khayra fi kathirin min najwahum", nuk ka khajr, nuk ka mirësi në shumë biseda që njerëzit i zhvillojnë, përveç illa men amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejnë nas. Thot Allahu, përveç kush urdhnon në dhënien e lëmoshës apo sadakas, ose përveç atyre që urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, ose përveç atyre të cilët ecin në pajtimin e njerëzve. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, dhe kush do që i bën këto duke pas për synim kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, duke pas për qëllim me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, Allahu thot, ati kemi me i dhënë shpërblim shumë të madh. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor tregon se shumë biseda janë të padobishme, bile ato mund të jenë edhe të dëmshme për individin, ose për shoqërinë, ose për njerëzit në përgjithësi. E si jo, vëllezër të nderuar, kur shpesh herë apo shumë ka raste që kemi ndëgjuar që njerëzit me një fjalë goje ka filluar një fitne, apo ka filluar një zënk, apo ka filluar një mosmarrëveshje mes dy familje, edhe ka ardhur deri te belaja, edhe ka ardhur deri te vëllavrasja kështu me radhë. Pra ka filluar me një fjalë goje dhe ka ndodhur fitne e madhe. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala po na tregon në këtë ajet se
bisedat të cilat duhet të zhvillohen mesin e njerëzve. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala po na mëson këtë, duhet të jenë gjithherë në ato çka është e dobishme për personin apo për rrethin. Pra është e dobishme qoftë me ndihmu dikuj, qoftë në aspektin e financiar, pra me dhonë sadaka dhe lemosh, po nëse s'ki mundësi, sa do pak këshillo për të mirë, sa do pak drejtoje, sa do pak këshilloje ka sabri dhe durimi e kështu me radhë, ose ec në pajtimin e njerëzve, ose urno për të mirë dhe ndalën nga e keqja. Këtë po na mëson Allahu subhanahu wa ta'ala. Për ndryshe, nëse bisedat tona nuk janë në këtë aspekt, atëherë kanë me konë të dëmshme për neve, kanë me konë të dëmshme në këtë botë, kanë me konë të dëmshme në varë, dhe kanë me konë të dëmshme në botën tjetër. Në ditën kur Allahu subhanahu wa ta'ala thot, qalu ma hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pra njerëzit kur dalin ditën e gjykimit, kanë me lexu librin e veprave të veta dhe kanë me thonë, çka është puna e këtij librit? S'pas kalon gjë vogël apo të madhe pa regjistrue. A din se çfarë thot Ibn Abbasin komentin e këtij ajeti? Thot gjë e vogël është kur kanë buzëqesh, e gjë e madhe është kur kanë kesh me zo. Pra dhe këta kemi gjetë në librin e veprave tua, që i kanë regjistru me lashet e Allahut azza wa jall. Wa inna alaykum lahafidhin, thot Allahu azza wa jall. Dhe me të vërtet mbi ju që ndrojnë rojet, shkruesit që i ruajnë gjithë ato që ka i flisni. Kiramen katibin, janë shkrues të ndershëm me lashet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ya'lamuna ma taf'alun, dhe i din ato që ka i veprani. Pra kjo ajet në mësën se duhet të kemi turp kur të flasëm, nga se pranesh janë me lashet. Pra kur të flasëm fjalë të cilat nuk na bojnë dobi. Mirë po dhe më parsore është të kemi turp ndaj krijuesit, Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili i sheh veprat tona dhe i ndëgjon fjalët tona. Qad sami Allahu qawlan allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu e ndëgjoi fjalët e asaj gruas e cila ju ankue pejgamberit alayhi salam për burrin e saj. Dhe aja kërkon të këshillën ndihmë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha, i lartësuar qoftë Allahu, prezent kam qenë qatë dhomë, nuk i kam dëgju fjalë se që i ka thonë pejgamberit alayhi salam. Ndërsa Allahu subhanahu wa ta'ala mbi arshin e tij e kanë dëgjuar se çka i ka thonë kjo grup pejgamberit alayhi salam dhe çka është anku, dhe e ka regjistruar Allahu subhanahu wa ta'ala ankesën e saj në Kur'an. Prandaj vëllezër të nderuar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ai që i beson Allahu dhe ditës së ringjalljes, çka do të më bë? Falyakul khairan aw liyasmut, le të flas mirë ose le të hesht. Dhe transmeton Imam Buhariu rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar sahabëve për një ëndër që ka pa, se si janë kanë disa njerëz duke u ndëshku në varret e tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa isha duke fjetur, erdhen dy melek dhe me kapën dhe me thanë, o i dërgu Allahut, eja dhe ec zbashku me neve. Dhe thot u nisëm në udhtim. Kur gjatë udhtimit, po e shohëm një person të shtrirë në tokë, kurse afër ti, një melek i cili kishte marrë një gurit e madh dhe e godiste e hedhte mbi kokën e tij. Dhe në momentin që e godiste kokën e tij, i qaj dhe i cëptoj koka. Pastaj rrokullisej guri dhe shkonte larg. Pastaj shkonte dhe e merrte këtë gurin një melek tjetër. Dhe derisa vinte këtij, ju rigjenerohej koka. Pra i kthej në pozicionin e mëparshëm. Pastaj thët prap goditej në njëjtën formë dhe kështu i llomitej dhe i qaj koka ti.
Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam peshe këtë ngjarje. Peshe se si po dënohet ky person. Pastaj këta melek pe i thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mekati këtij personi, gjunahi këtij personi ka qenë se kur ka dalë prej derës së shtëpisë, ka dalë duke fol keq për muslimanët, ka dalë me thashë theme, ka dalë duke përhap shpifje, rana dhe gënjeshtra. E shikani vëllezër të nderuar se çfarë dënimi ka marrë ky person. Çfarë dënimi ka marrë ky person te Allahu subhanahu wa taala. Na vdoket neve thjesht qyshtat Allahu subhanahu wa taala wa tahsabunaha hayyina, ju e llogaritni diçka si të vogël, wa huwa inda Allahi adhim, mirë po te Allahu është shumë e rëndë. Prandaj nuk ka më të rrezikshme diçka që ka kriju Allahu në trupin e njeriut se sa gjuha. Ma e vogël për gjitha gjymtyrëve tjera, mirë po rrezikun e ka shumë të madh. Nga kjo kanë thënë dietarët, e ka burgos Allahu subhanahu wa taala me dy burgje. E ka burgos me dhëmb dhe e ka burgos me buzë. Në mënyrë që kur të nxirret mu ditë pse po nxjerr, me ditë pse po fol, dhe me ditë çka ki me fol, dhe me ditë a ka me të bëjë dobi, apo mos ka me të kushtu kja si që ka kushtu këtij personit që po rrefojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kemi shembullin tjetër nga hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka kalu pranë dy varreve, ka thonë pejgamberi alayhis salam, hadhani wa dhibani, këta dy janë tu dënue. Njeri prej tyre nuk është rujt prej stërpikëve të urinës gjatë kryerjes së nevojës fiziologjike. Wa amma al-akhar, kurse tjetri defekti u kon të gjuha e tij ka ecë me thashë theme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, i mjafton njeriut, meditoni këtë hadith vëllezër të nderuar, i mjafton njeriut për gënjeshtër, apo mu shkrut Allahu gënjeshtar me përhap çdo gjë që kanë dëgjon, çdo gjë që kanë në përhap mesin e njerëzve. Prandaj lutem Allahun azza wa jall që Allahu të na ruan gjuhat tona. E lutem Allahun azza wa jall që Allahu të na mundson gjithër me fol ato që ka e kënaqë Allahun subhanahu wa taala, dhe jo ato që ka zemron Allahun subhanahu wa taala. Kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga një sahabi, nga një shok i tij, ja Rasulullah, wa man najatu, çka është shpëtimi? Pra çka më shpëton për zjarrin e xhenemit dhe unë fut në xhenet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam beri me isharet sinjal ka gjua, tha, emsik hadha, kape këto. Ruje gjuhën për arsye se gjua ta shkatron ahiretin tanë. Gjua ta shkatron fen tonë. Gjua të prish me vllaznillokun tanë. Gjua të prish me fëmijën tanë. Gjua të prish me këshin tanë. Gjua të prish me shokun tanë. Dhe gjua të prish në zemrën tonë. Për të arsye vëllezër të nderuar, do ta ruajmë gjuhën. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, aktharu khataaya ibni Adama fi lisanihi. Thot shumica e mëkateve tek i biri Ademit janë për shkak gjuhës së tij. Nga kjo vëllezër të nderuar, gjuha ka pasuja të rënda. Dhe ka thonë Imam Neveviu rahimahullah, njeriu duhet të ruaj gjuhën e tij përveç në ato biseda dhe fjalë që i bojnë dobi në jetën e kësaj bote. Për arsye se thot ka mundësi njeriu me një fjalë me hi në islam, po gjithashtu edhe me një fjalë me dal për islamit. A nuk tha Allahu azza wa jalla në Kur'an, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kharaju min al-islam. E kanë fol fjalën e kufrit dhe kanë dal për islamit. Allahu azza wa jalla po thot. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, çdo gjë që e fol njeriu shkruhet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk e hedh njeriu një fjalë prej gojës së tij, vetëm se pranë tij janë engjëj të cilët ja shënojnë. Pra sikurse fjalën e mirë, sikurse fjalën e keqe ta shënojnë.
për fjalën e mirë ta regjistrojnë 10, 70, 700 sevape, ndërsa për fjalën e keqe të presin apo pendohesh 6 orë. Nëse pendohesh, s'ta regjistron. Nëse nuk pendohesh, ta shënon në mëkat. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi se në ditën e gjykimit dhe i pyeti sahabët dhe u tha: "A dini kush është i falimentuar?" Shokët e pejgamberit alayhis salam thanë: "Ja Resulullah, i falimentuar tek ne është ai i cili s'ka as dinar as dirhem." Tha pejgamberi alayhis salam: "Jo, nuk është ky i falimentuar. I falimentuar për umetit tim është ai i cili vjen me sevape sa kodrat e mëdha. Pastaj e ka shoh këto, e ka ofendu këto, e ka fy këto, e ka akuzu ato, ka shpif për ato. E çka ndodh? Thot sevapet e këtina i shkojnë këtina. Po nëse i hargjohen sevapet, atëherë thot gjunohet e këtij kalojnë te ky." Por shikoj çka gjon njeriu në ditën e gjykimit nëse nuk e ka ruajtur gjuhën e tij. Nëse nuk e ka ruajtur gjuhën e tij. Gjithashtu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifa fi nar jahannam." Ndonjë njeriu ta flet një fjalë, nuk e peshon çfarë tha. Thot sharran në xhehenem 70 vite të poshtë. 70 vjeshta. Pse ka thonë pejgamberi son 70 vjeshta? Për arsye se vjeshta e zhvesh pemën prej fryteve dhe gjetheve. Prandaj edhe kjo fjalë mundet me kushtu personit se e zhvesh pej sevapi. Pra ja hub krejt imanin e tij, Allahu na ruaj. Dhe kjo fjalë padyshim që është fjalë e kufrit, pra që është fjala më e rrezikshme, Allahu na ruaj. Gjithashtu thot pejgamberi alayhis salam në një hadith: "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu." Nuk rregullohet imani personit derisa të rregullohet zemra e tij. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu." Dhe nuk ka mundësi mi rregullu zemra e tij derisa të rregullohet gjuha e tij. Pra shikoni ndikimi i gjuhës çka i bën imanit. Pra si për mirë, si për keq, Allahu na ruaj. Gjithashtu vëllezër të nderuar, në vend që të flasim keq, në vend që të merrem me përgojim, në vend që të akuzojmë, në vend që të merrem me thashë them me kështu me radhë, atëherë ta kemi parasysh atë ku nëse personi flet një fjalë të mirë, e kënaq Allahun subhanahu wa taala, siç ka në hadith pejgamberit alayhis salam, ndo se njeriu flet një fjalë të mirë, thot dhe e kënaq Allahun azza wa jall me atë fjalë, vazhdon me u lartësu në xhenetet e Allahut deri në ditën e takimit. Gjithashtu, fjala e mirë është shkak për me hyrë në xhenet. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa taala thot: "Fa athabahumullahu bima qalu jannati 'adn." Dhe Allah i ka shpërbly ata për shkak të asaj që kanë fol me xhenetet e Adnit. Vetëm për shkak se kanë fol fjalën e dobishme. E kanë fol fjalën e mirë, ka shpërbly me xhenete. Dhe thot Allahu: "Wallu'inu bima qalu", janë mallku për shkak fjalës. Pra ka mundësi me hinë xhenet për shkak fjalës, ka mundësi me hinë xhenem për shkak një fjalë të keqe që Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu, fjala e mirë është ajo që i afron edhe zemrat, edhe shton dashnin dhe bereqetin mesin e muslimanëve. Ndërsa fjala e keqe, atëherë sjell ngatresa, sjell pasoja dhe sjell përqarjen e mesin e muslimanëve, Allahu na ruaj. Prandaj për fund, u kujtoj një dua që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet nga një sahabi se prej çfarë duhet të kërkoj mbrojtje dhe ruajtje dhe kujdes, pejgamberi alayhis salam i tha në mesin e duas: "Wa min sharri lisani", dhe mbrom o Zoti nga e keqja sherri gjuhës time. Prandaj gjuha pas ka hajër dhe pas ka sherr. Ta përdorim për hajër, mos ta përdorim për sherr. Elos Allahun azza wa jall që gjuhët tona Allahu azza wa jall t'i ruan nga ato fjalë që shpihen zemrimin dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Elos Allahun që Allahu na i ruan gjuhët që t'ja vlendojnë zemrën muslimanëve dhe njerëzve. Dhe elos Allahun subhanahu wa taala që Allahut na mundson gjithherë me fol ato fjalë që Allahu është i kënaqur me to dhe me na shpërblim botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala:
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون